Për mos më ardhë të shkullëzimi, ka disa elemente. Një prej elementeve kryesore që e kanë përmenën ulemaja, ka thonën, kur donë mu martu një djalë me një qik, do të mu konë akran. Fjallën akran nuk e dia e kuptoni apo jo, po do të mu konë në qift, njani me qetrin. Nëse njoni është pasanik, do të mja gjetë një qik të pasanikit. Nëse njoni është fetar, do të mja gjetë qikin e fetarit. Nëse njoni është trim, do të më shku mja gjetë qikin e trimit. Nëse njoni është i heshëm, do të më shku mja gjetë atë heshmën. Po nëse njoni është pak me të meta, do të më shku mja gjetën atë qetrën me të meta. Pse? Me u beginis, me u pëlqy. Po nëse kjo bdokuri nuk respektohet, çka ndodh? Ndodh sikur çka ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një djalë në shpirt, për të cilën masanej Allahu azza wa jall e ka ndalu me pas djalë në shpirt, edhe kia konën do thot në vaktin e vet i heshëm boll i meçëm boll krejt, por çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se mu kon djalë në shpirt e ka përvetësu se a konën në rob, e masanej kur e kalon për me zgjedh mes babës tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë birr shpirt. Kur e ka bë birr shpirt, ka ardhur vakti për me martu, kur e ka martue ajo gruaja e vet non stop ja ka zon krijet. I ka thonë këshire ti për një meje djali pejgamberit alayhis salam, po ti e kon rob, e un jam e lirë. E ti je i zi e un jam e bardh. Edhe një ditë ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë oj dërgumi i Allahit, nuk po muj më me bë sabër. A ban diçish unë të kurtalisht na piçë sa gruas teme. E s'ka pas që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por çka më në fund ka ardhur te shkullërzimi. Për çka pse nuk janë kon akrana, nuk janë kon janë i për tjetrin. Çto është pro gabimi i parë.